ndërsa dikush nuk është i mëshirshëm, ose ta shkel një të drejtë elementare, ishte dashur me i forcu dhe jo me u ndiku nga presioni i shoqërisë, nga mentaliteti e tjerë e tjerë. Jo, në raste të tilla, të gjitha ato gra që na ndjekin do të më qenë shumë të vendosura pasurinë që është ndërtu mbi korrizin e saj dhe të burrit saj, mos me leju askënd me hy aty, veçmas kur ki fëmijë të vegjël, edhe kur dikush synon me ta marrë të drejtë elementare, në vend se me të mbështet, ai po synon me të dëmtu. Domethënë është një diçka që me të vërtet të tërqedh, veç me e mendu që mundet me ndodhë në shoqërinë tonë. E lemo që është realitet, që natyrisht i po bazosh prej fakteve konkrete që i ki rastet edhe... Për fat keq, edhe sot e kësaj dite në zonat rurale, është e shprehur mungesa e informimit të grave për të drejtën e tyre në pronësi. Është dukshëm e shprehur. Ose dhe në anën tjetër dhe kur informohen për një të drejtë të tillë, hezitojnë, për arsye se potencum shumë herë të mentalitetit, presionit, gjykimit shoqëror, gjykimit familjar e tjerë. Edhe shpesh detyrohen gratë me jetu në martesa të pashëndetshme, me duru gjithçka, për arsye se nuk kanë ku shkojnë. Nuk kanë ku shkojnë. Vjen që pavarësisht sa po gjykojmë baballarët e asaj kohe, ata i kanë ardhur hakësh bijave tyne, se i kanë bajt në shtëpi një javë, 2 javë, dhe nëse e kanë lshu burrit, është nda prej burrit ka ardhur kanë te baba ose te vllau. Sot nuk ka një grua nëse ndahet me burr, edhe me burrin e saj po zon, nëse divorcohet, edhe nuk e nda, nuk arrin me nda drejt me marr drejtën e saj të pasurisë, nuk ka ku shkon. Baba nuk i ka lënë një bazë dikon që ai më mbështet, vllau nuk e jep atë mundësi, dhe thjesht ajo mbetet shumë ma keq se dikur. Vetëm nëse ajo ka arrit me punu ose me ndërtu diçka vet, për ndryshe gratë që s'kan arrit me punu, janë me vetëm me rritje dhe edukimin e fëmijëve, kjo është një shtresë që definitivisht është në gjendje shumë vështirë. Për shkak të drejtës, sigurisht një drejtë që nuk e ka. Kishëm luftu me ja bë këtë drejtë. Po na po flasim për një drejtë që që ka të lejuar, e siguron ligji e shteti, po thjesht ato hezitojnë me lyp drejtën e tyre. Nga stigma, nga paragjykimet, nga njerëzit, nga frika, mos po ndodh sepse sigurisht një vajzë me empatinë, me dashninë që ka për familjen, për vllaun, më lehtë e përjeton me mbet në rrugë sesa me përballu ndarjen prej prindërve për vllaut. Po sigurisht edhe kjo sigurisht është një prej arsyeve sepse ju mohohet grave një drejtë e tillë, se sigurisht në qoftë se personi ka siguri financiare, pala tjetër mundet me mendu prej rasteve që i kemi se tash nuk duran. Nuk e duran dhunën familje, për shembull. Kjo është edhe një arsye, një prej arsyeve që disa prej rasteve edhe tentojmë ja mohu të drejtën në pronësi. Po megjithatë aspekti ligjor është shumë qartë i rregulluar. E drejta në pronësi është e garantuar me ligj. Vetëm mungon unë gjithmonë se cilin emision po e ceke, mungon informime, edukime ligjor i opinionit publik ose i grupeve të marginalizuar.